Aktivitetet e mia I kam fillu dikur para 15 viteve që ashtot. Mas pare kam fillu që aty prej ku jam rrit në Prizren, ti po malet e Sharrit që aty edhe kam fillu aty, pastaj kemi vazhdu edhe prej pjesën e Rrugovës, pjesën e Valbonës, Thethit, edhe pjesën e Shqipërisë, ku kemi pat interesant për me I vizitu edhe me eksploru pak a shumë ato vende. Po te pjesa e interesimit njerëzve për bjeshkatari, individualisht ndërsa masovizimi I bjeshkatarisë është bo mas luftës, po aktivitete domethënë të organizume për bjeshkatari ka shumë herët në Kosovë. Ty frellu prej vitit 1928, kur është organizata e parë bjeshkatare Gjeravica e Pejës. Pastaj vinë organizata tjera, domethënë Pashtriku I Gjakovës, Sharri I Prizrenit në 1951 e kështu me radhë. Kështu që fillet e bjeshkatarisë të organizume në Kosovë janë shumë herët se sa mas luftës. Ndërsa mas luftës vetëm rrjetet sociale edhe e kanë vendosur ato më shumë pa. Okej, shumë mirë. Ju fillut, çka ju shtyvi juve me fillu? A keni pas prej fëmijë ose përmendoj çysh ka lind ky pas ju? A është stimulu prej dikujt apo ka qenë? Realisht jo, nuk është stimulu prej askujt. Në fillim, domethënë kur kam qenë si adoleshent, kam luajtur futboll një herë. Edhe e kam pësu një aksident futboll. Edhe masaj mjeku më ka thonë që nuk mundesh me bo sporte kështu të aktive kështu me tempo të shpejt. Edhe gjatë studimeve kam shku në Amerikë, si kam fitu drejten me shku si work and travel. Edhe atje masaj kam pas kontaktin e parë, domethënë me male edhe realisht që ato dhe ja kam fillu vitin 2011. Edhe masaj më ka pëlqy edhe kam pa që trupi jam përmes domethënë përveç incidentit që kam pas, ku mujt me bo këtë sport, edhe kom fillu mas edhe në Kosovë me shoshni, të njoft ma shumë me njerës. Për qef njëherë? Po, për qef. Për qef, masë 5-6 vjetë të fundit, kom fillu edhe si guid me punu. Domethënë kom ndonë rëndësi ma shumë njerë certifikimeve, licencimeve të ndryshme që e kina marrë, për me zhvillu punën e guidës, se është një përgjithësi pa e gema dhe kur u thes njerës edhe kom dosh mu siguru të pjesa që kur ta bëj me bo mirë, jo vetëm me bo... Në fillim kur shtrem e fillove domethënë për qef, edhe tash je udhëheqës malor. Që sa kohë edhe çto certifikimet që ti I ke bo, çysh është procedura ose a bohen të na? Realisht unë hala bëj për qef, se du që ta që bëj, po certifikimet që I kemi bo na, unë edhe kolegë tjerë, domethënë bjeshkatarë ose udhëheqësa malor, realisht e kena bu prej organizatave ose federatave, mendimin e federatave të tjera. Jashtë Kosovës? Jashtë Kosovës, po. Po tash me kalimin e kohës edhe Kosova ka me fillu për me na dhonë certifikime ndërkombëtare, edhe me na certifiku, domethënë kur dalin, ka dalë vetëm domethënë gjenerata e parë guidave malore të licencuar për Kosovës, kështu që në mas një kohë ata kanë me pas drejtën e trajnimit guidave tjera në Kosovë.